Pse nuk janë kushtet për zgjedhje të parakohshme, cili do të jetë vendimi që do marrë gjykata kushtetuese. Nuk janë kushtet. E para, nuk kemi një krizë institucionale. Institucionet në Shqipëri po funksionojnë më së miri. Kriza është morale, është diskusiuse, si do ta pranoj Rama ato që ka thënë që SPAK-u në këtë mënyrë po ndërhyn me dhunë në punën e ekzekutivit, si do ta pranoj Rama këtë? Ajo mbetet për të parë që të ndikojë SPAK në cilësinë e qeverisjes. Ajo mbetet për të parë çfarë qëndrimi do mbaj. Po mund të bashkojë edhe votat me PD-n për të hequr kompetenca SPAK. Po pra, janë shumë skenar. Pra Ramës i duhen 94 vota. Do ta lejojnë ndërkombëtar të skenar. Ramës mund t'i duhen 94 vota që të bëj këtë gjë. Unë nuk e besoj sepse është një pasaportë shumë e rëndësishme SPAK dhe GKK-ja, se nuk është vetëm SPAK, është edhe GKK-ja, dhe nuk e besoj. Unë nuk besoj me atë që tha Marsili që është fundi i drejtësisë së re të tjerë. Drejtësia nëse humbet SPAK tani gjykata kushtetuese, nuk është fundi. Jo, nuk është fundi, madje për mua është gjë shumë e mirë, që kryeministri po ankohet për SPAK. Kryeministri është i shqetësuar nga drejtësia e re, se do thotë që drejtësia e re po bën punën e saj siç duhet. E kundërta do ishte për mua e gabuar. Dhe këtë parim e kam edhe për gazetarët. Qofse dhe ja them edhe kolegëve të mi, unë nuk presë më lavdëroj një kryeministër ose një ministër ose një kryetar opozite. Pse? Puna e mirë e një gazetari, puna e mirë e një prokurori, e një gjyqtari, shkakton dhimbje koke tek politikanët. Kështu që kjo është një gjë shumë e mirë që ka ardhur kjo ditë. Por nuk janë kushtet që ne të themi mbaroj ky, mbaroj ai. Është ende herët që ne të bëjmë një projekcion që mbaroj kjo qeverisje, mbaroj është gati opozita, është qeverisja teknike. Sepse ata që hecin 2 hapa para në skenar, e din shumë mirë që qeveria teknike në afate kushtetuese e ka 3 muaj mos gabojmë kohë ose 6 muaj. Në 6 muaj ti nuk e ndron dot gjithë administratën. Pra do kesh prapë ata të PS-s, nëse janë të PS-s të gjithë. Do kesh prapë ata që kanë interes. Grupet e biznesit janë atje. Në 6 muaj nuk fitojnë zgjedhjet e opozitës. Pra, çfarë do themi ne që janë zgjedhje të lira dhe të ndershme? Qeveri teknike thot Almeri. Qeveri teknike, po qeveri teknike më fal. Qeveria teknike është bashkëpunim PD-PS. Po unë jam kundër sepse do ta bëjnë ata me njëri tjetrin. Se me çfarë votash? Sepse funksionon në parlament më zotëri, do kalosh në parlament. Pa i bie që Rama dhe Berisha të vënë një kukull të tyre, të vënë ministra kukulla të tyre, të zgjedhin sa ti ca unë, dhe ku ishe ti te teknika, do i ministra që të kontrollojnë prap nga PS-ja dhe nga PD-ja. Nuk funksionon si model. Ndikimin e ndërkombëtarëve të amerikanëve në këtë rast. Ka funksionuar një herë në 2017 ky model. Dhe të gjithë ata që ishin ministra teknik të PD-s u bën deputet të PD-s. Madje njëri është zëri më i fuqishëm i opozitës sot, Gazmend Bardhi, i cili po çon në burg me fuqinë e zërit të tij, ka çuar dhe mund të çojë në burg disa nga kolegët e tij të partisë. Po nëse shkojmë te qeveria teknike prodhoi njerëz politik, e njëjta gjë do ndodhi edhe tani, sepse ata janë njerëz të cilët do marrin bekimin dhe do t'i puthin dorën Ramës dhe Berishës zotri. Prandaj është e kot diskutimi me qeveri teknike. Kaq, jo, interesant. Arbitri real politik, më është korrekt, thotë që do ulen, do bashkohen 2 partitë e mëdha, do bëjnë qeveri. Janë fuqi. Po pra, dakor, pra, po unë mendoj që nëse do aplikohet në Shqipëri qeveria teknike, do aplikohet një qeveri e cila do jetë me njerëz teknik. Po ma dëgjoj pra një den. Po ta zgjedhin ata do jetë palës, shiko, unë s'ka besim Almer. Po tjetë për mua. Ti ke eksperiencë, po ti e di shumë mirë një mirë PD. A ka besim Berisha te një ministër që do vi propozim nga Rama? Ma lër ta. Edhe njeriu më i pastër në botë jetë. Po flasim për një qeveri teknike të imponuar nga ndërkombëtarët dhe nga rrethanat e kohës, që mund të jetë një qeveri e cila mund të gjithë ekonomistë, të gjithë pedagogë apo të gjithë mjek, të cilët do të mbajnë një qeveri tranzitore deri në zgjedhjet e reja. Dhe zgjedhjet e reja do të kontrollojnë ata esnafët e vjetër, sepse një gjë do të kontrollojnë njerëzit e vendosur nga amerikanët nuk kontrollohen më nga shqiptarët. Përjashtimi politik. Ministri është politik. Përjashtimi drejtorë që të bëjnë le të jetë çfarë të dojnë. Liqyrsit, gjithë i intereson elitës politike të. Zotri, pse u bë? Kush ishte? Ai ishte me Kalister Plus që vendosi një imponim i tillë i paketës ti që bëri zgjedhjet e 2019. Një me Kalister Plus do kesh këtë herë prapti. Po jo, po flasim për qeveri teknike. Ata njerëz që bën ministra, çfarë bën të nesërmen? Ç'lidhje ka? Dhe po flasë thoshin. Dritan Demira, një zë shumë respektuar. Thoshte nuk më pyese
drejtori i policisë, nuk japte telefonin. Ka një gjë, unë nuk përfshihem fare se si do qeverisin ata. Ja po them unë, ka një gjë, unë mendoj që kjo është forma e vetme dhe teknika e vetme. Arbër, po del nga politika e Dirama me këtë lloj qasje, ta kuptosh iden. Do jenë ndërkombëtarët. A ty do ta kesh Berishën dhe Ramën në miku. Do ta shohim pra. Sistemi është i tillë që i nxjerr vota për jashtë. Nuk i nxjerr dëshira e aserit. Nëse Rama sot ka dy arsye të forta që ndron pushtet. Një, vota e blerë për vit krimit të organizuar, dy mbështetje ndërkombëtare. Po i ikën të dyja, njëra po i bie nga Spaku, dy do t'i bjerë publikisht. Dhe Rama është i rënë. Nuk ka fenomen që e mban Ramën në pushtet. Nuk qëndron dot numër zotëri. E di pse po nuk ka rrugdalje tjetër. Por zotëri, po investojnë ndërkombëtarët për largimin e Ramës. Ti të the pra mendimin, po të the mendimin. Shembulli është Berisha. S'ka lidhje fare Berisha. As Berisha nuk është më pjesë e ekuacionit. Kishte amerikanët kundër, kishte britanikët kundër, mbeti në parti e mori partinë dhe ja ku e ke. Edhe ku e ke sot? Asnjë se pas. Po ku e ke numrin 2 të shtetit shqiptar. Merr lojë me topja shfushë thuat ti, me topja shfushë. Nuk është në parti kryesore politike. Por mund të jesh, po si nuk ka alternativë pushteti. Pse ekziston forcë politike? Është vërtet në pushtet, sot nuk është pra. Nuk është profil nga ndërkombëtarët. Një të gjëra nga tjetër. Po flasim për një realitet që do ndikohet, do diktohet nga ndërkombëtarët. Një qeveri teknike do ta kërkojnë ata dhe jo ne. Miku im. Arbër tjetër për dy partitë e mëdha do mbajnë njëra tjetrën gjithkohon. Po për sa kohë do jenë në lojë aktor të rëndësishëm si ndërkombëtarët 12 Arbër po iku Rama ka ikë dhe Berisha ta dish. Janë të rënë. Do kemi klasë politike të re. Mirë do ta shikojmë. Koha do t'rregojë. Për sa kohë unë nuk di se sa do ketë rezultante të fortë e gjithë kjo iniciativë ndërkombëtarëve. Nëse ta do jenë serioz deri në fund, të dy janë të rënë. Polet politike kanë rënë. Unë shikoj investim të fortë në ndërkombëtarët për këtë fenomen. Një sekond këtë që do ta merrin. Po e marr ikën Rama. Po te PD-ja, mendoni ju që po ti thonë amerikanët ikë Berisha do ikë? Po kanë 4 vjet që ja thonë mos zotri. Është ikur. Madje e para një. Amerikanët kanë do të nxjerrin syt. Jo mund të themi që do të nxjerrin syt ty po ta thosh këtë gjë, ta them unë. Do të nxjerrin syt ore. Ai të zi. Janë duke negociuar me Partitë Demokratike. Janë duke negociuar. Janë pra, ore Sali Berishës janë bërë oferta pafund për t'u larguar për të pasur një dalje të butë nga politika. Po. Dhe të gjitha këto marrëveshje deri tani janë refuzuar prej tij. Për cilin vend dalje të butë nga politika? Dalje të butë nga politika, për zotin Berishë thotë që mos ketë penalitet të shtuar nga do ta lësh stafetën e pyeti dikush në lesh. Për sa, ore, tjetër për Berishën nuk e lë kurrë, por unë mendoj që rrethanat dhe kushtet që do krijohen me penalitetet e shtuara nga drejtësia, zoti Berisha do të detyrojnë të largohet. Pra me hir apo pa hir do largohet. Pra ky është një lloj truku. Po me sjellje politike nuk u largua më miku im, sepse vajti ambasadori amerikan dhe i tha do hani bari tha. Do shikojmë. Do hani bari tha dhe ata thonë jo do hani bari. Ne do jemi do shikojmë. Ka një askush nuk e ndalon dialektikën jetësore, dialektikën politike, askush nuk e ndalon ripërtëritjen, nuk e frenon dot, është e pamundur. Bari po erdhi koha për të dalë, do dali çdo stin. Nuk gurin vërin mbi sipër ti e gjen del, nuk e ndalojnë dot. Jo në partitë politike ndërkombëtare zone. Ja garnizon, kemi një garnizon të organizuar që është PS-ja, kemi një garnizon ushtarak të organizuar që është PD-ja. Mund të themi gjë. Për sa kohë ndërkombëtarët janë vendosur që Rama të largojnë nga pushteti, nuk i ndalon dot kush. Nuk ka askush brenda PS-s si të dalë kundër zërit të ndërkombëtarëve. Gjysma e PS-s janë të kapur dhe janë me dosjen SPAK. Kemi mbi 10 ministrat dhe eksponent PS-s që janë atje në SPAK. Po lëre tani se është i gjetur mekanizmi. Skenari që thua ti mund të funksionojë vetëm në një mënyrë, siç ndodhi në Bosnjë-Hercegovinë, që zoti Berisha hiqet në ngrata familjarisht dhe i thuhet do hiqet në ngrata ti ikën nga politika. Po kanë gjetur. Ky mund të ishte skenari. Vetëm tha mbrom që nuk lobohet në ngrata. Gjithsesi, lehtësimi ligjor që mund të bëhet Sali Berishës në SPAK është sinonim i asaj që thotë. Janë hequr në ngrata. Pra administrata Trump ka hequr në ngrata, e ka hequr shefit kabinetit të Viktor Orban, kryeministrit të Hungarisë, por ja ka hequr dhe Dodik, një pjesë të sanksioneve, jo të gjitha, edhe i ka premtuar që do të heqë edhe sanksionet e tjera, ndërkohë ka dhënë sinjale ata, ndërsa te Shqipëria nuk ka dhënë sinjale. Pra te zoti Berisha nuk ka një sinjal. Jemi në hapat e para. Po të kishte sinjale. Jemi në hapat e para. Po çfarë para më Rama po mandatin e 4. Ka një gjë. Unë ka një gjë. Nëse ky skenar
do prevaloj. Pra, me marrëveshje po, mund të funksionojë me Unë të marrëveshje. themi gjë, nuk ka Jo, marrëveshje. jo me imponim. Unë të Me themi imponim gjë. Berisha ka treguar që nuk sot ikën. Edhe Rama nuk instrumenti besoi. kryesor që kanë amerikanët në Shqipëri është instrumenti ligjor. Instrumenti politik ata kanë dështuar historikisht sepse Po, do më të shumë arbrit ligjin ta bëhen të dy manipulojnë. palët. Sot Po, bravo, nuk kanë gjë, nuk i kundërvjen dot amerikanëve një Tespaku, nuk i kundërvjen dot çfarë do lloj forme të marrin për të ndryshuar dhe imponuar ndryshimin ligjor në SPAK nuk e bëjnë dot, sepse forcat madhore janë aty. Zotri, Edi Ramën e ke me dosje, Taulan Ballën me dosje, Belinda Balluku me dosje, Arbër Mazniku me dosje, Piro Vëngu me dosje. Këtë them unë ty, Frida Krifsa me dosje, Olta Xhaçka me dosje, Taulan Balla me dosje. Të gjithë këta njerëz janë aty, zotri. Këta njerëz nuk mund t'i bëjnë kashillik amerikanëve. Sali Berishën e ke me dosje. Dosjes janë majt, nuk është se kanë fakt. Ka një gjë, këta njerëz s'ka nuk lidhje mund fare, t'i po bëjnë dot nëse. oponentës Hajde, merr, amerikanëve. Ti vazhdo me supën. Ti vazhdo me supën Ka një gjë, interesat amerikane në këtë vend Ka ishte madhe nuk keq. mund Jo, të vati keq s'lexon përdoren fare vjen dhe keq. nuk mund Jo, bëhen da, breg nga da. këta njerëz. Shfleto pak më shumë shiko, strategji, ka më një vjen, gjë. po, nëse- Arbër, ti bravo Se kam qoftë, e debat. bëre shumë mirë, e mbajte ishe brillant në mbrojtjen e idesë, te Endri Fuga nuk Jo. do t'ia impononte dikujt, nuk mund ta bënte në këtë gjë. Ishe realisht shumë mirë për ta për ta relativizuar gjë. Një minutë. Por realiteti është ndryshe. Faktet Ti nuk jap- bëjnë. po, Jo, po, janë po, të shkuara, pozicioni për t'i punës është shkuar- bosh, me për t'i Indri Fuga faktet mund ta janë marrë, të forta. Për t'i shkuar tezës Dhe ishe Faktet janë Arbër. tek forta. çfarë se- Unë siguroj një gjë, ja po pak Arbër, se po ngasoj. Unë siguroj një gjë. Unë edhe pas 5 vitesh, zoti na dhën tjetër, këtu do jemi Redin. Po kam shtypën se ju të dy nuk do jeni këtu. Do jeni politik të dy. Patjetër që po, patjetër që po. Ja këtu do jemi. Arbër, Jo, është bazë publik. Ju të dy do jeni politik. Unë ai do jemi këtu ose në studio tjetër. Po t'ishte- Do japë zoti jet. Arbër. S'do jem, se po t'isha nuk do prisja vitin e 14 që t'isha miku.